një rëndësie shumë të madhe dhe strategjike për Italinë dhe për këtë arsye Ballkani Perëndimor është shumë i rëndësishëm për ne, për stabilitetin, për paqen, për rritjen ekonomike të vendeve tona, por edhe për të patur një Europë sa më të fortë që të jetë mundur më shumë se kurrë më parë dhe prandaj është kënaqësi që në datën në mars ne në Rom do të kemi ministerialin e ardhshëm të miqve të Ballkanit Perëndimor. Dhe tashmë arrit tek pika e fundit. Një korridor tjetër i rëndësishëm ndërmjet Indis dhe Triestas. Pra është thelbësore kjo edhe për Ballkanin Perëndimor, për Adriatikun, për Mesdheun, një korridor që do të fillojë nga India e do të kalojë në vendet e Gjirit Persik, pastaj Izraeli, Afrika, Mesdheu dhe Triestia. Pra shumë e rëndësishme për tregtinë, për ecurinë përpara dhe natyrisht që do të ketë shumë porte, por edhe për Shqipërinë, për vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor që do të jenë pjesë e kësaj strategjie, pra kryqëzimi ndërmjet korridorit 8 dhe këtij korridori i MEK do të jetë shumë i rëndësishëm dhe për këtë arsye ne do të organizojmë këtë takim dhe do të ftojmë edhe miqtë tanë nga Shqipëria, nga Maqedonia e Veriut, nga Bullgaria, Rumania gjithashtu. Për këtë takim që do të kemi në Trieste për korridorin i MEK. Sigurisht që objektivi ynë, synimi ynë i përbashkët është që të fuqizojmë ekonominë tona, të kemi një rritje sa më të madhe dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe prandaj për këtë ne duhet përfshijmë sa më shumë kompanitë tona, shoqëritë tregtare, pra një projekt që duhet organizohet dhe forume më të shumta me biznesin dhe të përshpejtojmë edhe aspektin kohë për të patur të paktën 2 takime në vit, pas këtij takimi në Shqipëri, ne do të kemi përpara fundit të këtij viti edhe një takim tjetër, një ministerial të rëndësishëm, në mënyrë që të përçojmë një mesazh shumë të qartë që ne jemi të bashkuar dhe dëshirojmë të arrijmë synimet tona për korridorin numër 8. Faleminderit. Zonja dhe zotrinj përfaqësues të medias pikë së pari, dua të falenderoj jashtëzakonisht Elisën dhe Shqipërinë për mikpritjen, për hijeshin dhe për mbledhjen e këtij takimi pikërisht në momentin e duhur. Më lini ta nes duke theksuar diçka që ka rëndësi për ne. Korridori 8 mund të jetë i suksesshëm vetëm në qoftë se i sjellim të gjithë aktorët kyç në të gjithë këtë nismë. Dhe kjo përfshin Italinë dhe Rumaninë për bashk me ato vende që janë pjesë e këtij itinerari. Pesha strategjike e Italisë në Adriatik dhe roli i Rumanisë në detin e Zi dhe në ekonominë më rajonale nuk janë alternativë, janë thelbësore, nëse duam që ky të jetë vërtet një korridor Sky European. Në fakt, këto diskutime vijuan nga ato në Bruxelles, kur am dakord që ky aktivitet në këtë format do të organizohet së pari në Shqipëri, duke parë nga ardhmja. Vendi im është i gatshëm të presë takimin e ardhshëm dhe jemi të gatshëm ta bëjmë një aktivitet bashkëorganizimi me Bullgarinë, si një gest i qartë përgjegjësie të përbashkët, qoftë për korridorin e 8, por edhe për vlerat tona euroatlantike. Jemi këtu sepse korridori 8 nuk është thjesht një vijim në një hark, është një lidhje strategjike midis detit Adriatik dhe atit të Zi. Në botën e sotme, ndërlidhshmëria nuk është thjesht një slogan, është një fuqi, është një pikë fortë. Diskutimet tona ishin shumë të hapura dhe shumë drejt për drejta, por edhe për ato që po ecën përpara, por edhe ato çfarë mund të na ngadalsojnë dhe çfarë kërkon më tepër vëmendje politike. Një kuptim për një gjë më kuptuam së bashku që ky korridor duhet të funksionojë si një sistem vetëm për te kufive, jo si projekte të më vetësishme që ndalen në pikën e ardhshme kufitare. Për vendin tim, angazhimi është i qartë. Jemi në qendër të korridorit të 8 dhe ne do të realizojmë gjithçka. Marrëveshja me Bullgarinë për hekurutan ndërkufitare shkruar në 2025 segmenti i parë hekurudorit është përfunduar, e dytë është ndërtimi i sipër dhe puna po kështu po ecën përpara sa ta konsiderojmë. Në aspektin e rrugëve, objektivi
and expressway connectivity from Kafasan to the Bayer by 2029. And let me add, in a constructive spirit, Corridor 8 will be judged by end-to-end performance. This requires an steady momentum and comparable pace of delivery across all segments, across all sides. We see positive engagement from Albania, and we encourage this engagement to translate into the next wave of tangible investments and implementation, so that the Western Gateway matches the ambition we all share. We also emphasized two additional points. First, energy dimension. Interconnections that make the ndërlidhje që e bën rajonin më rezistent ndaj trysnive dhe më të shpejt për të më këmbur. Së dyti, procedurat dhe standardet, menaxhimi i kufive, gjithashtu dhe lehtësimi tregtar, në qoftë se ndërtojmë infrastrukturë të re, por ruajmë vonesat e mëparshme, atëherë humbasim pjesë të madhe të plerës. Fokusi ynë tashmë është realizimi projekte të cilat janë financueshme, lidhje të forta kufietare dhe bashkëpunime të fortë në mënyrë që Korridori 8 të funksionojë si një korridor me thirrje europian, me mbështetje nga instrumentet europiane, përfshi edhe instrumentin e Arqëm Europian për ndërlidhjen mund të ecë më shpejt dhe t'u japim përfitime qytetarëve e bizneseve që ata t'i ndjejnë. Faleminderit. Thank you. Faleminderit. Zonja dhe zotrinj, së pari dua po kështu të falenderoj partnerët tanë shqiptar për organizimin dhe mikpritjen në këtë takim të nivelit të lartë që i kushtohet zhvillimit të mëtejshëm të Korridorit të 8. Aktiviteti i sotëm është tërësisht në përputhje me objektin tonë të përbashkët strategjik për të forcuar ndërlidhshmërinë, bashkëpunimin rajonal e gjithashtu sigurinë kolektive. Vendi im vlerëson fort angazhimin e madh politik dëshmuar sot nga partnerët tanë, zhvillimi i sistemeve të rrjetit evropian të rrugëve dhe të energjetikë është në fakt një element më të rëndësishme të Bashkimit Evropian. Hekuruda, rrugë, porte, aeroporte, ndërlidhjes energjetike dhe infrastruktura digjitale nuk janë thjesht sisteme teknike, janë shtylla kurrizore e fuqisë ekonomike të Europës, ndërlidhjes, rezistencës së sigurisë së saj. Ndërtimi i Korridorit të 8 ka qenë përparësi me rëndësi kombëtare për gjithmonë dhe gjatë viteve kemi ndërmarrë masa sistematike dhe vazhdueshme për përfunduar të gjitha elementet të përgjithësisë. Sot, Korridori 8 ka ecur përtej kuadrit të një nisme infrastrukturore me rëndësi të madhe ekonomike. Është tashmë një aks lindje perëndim me rëndësi strategjike që lidh partner dhe luan një rol domethënës për të garantuar sigurinë rajonale. Në mjedisin aktual gjeopolitik, Korridori 8 mbart rëndësi specifike të mbrojtjes së sigurisë. Lidhshmëria ushtarake mbetet një ngurthemel i sigurisë europiane dhe një përparësi e përbashkët strategjike e jona, një infrastrukturë efikace dhe rezistente është e rëndësishme për mbrojtjen dhe frenimin, politikën e frenimit të NATO-s, gjithashtu edhe për të forcuar bashkëpunimin me BE. Bullgaria mbetet tërësisht e përkushtuar për të realizuar të gjitha komponentët e Korridorit të 8 dhe jemi gati të vazhdojmë të bashkëpunojmë me partnerët tanë në përputhje me idenë e ministrit Tajani për të intensifikuar edhe këto takime dhe mund të konfirmoj në fakt gatishmërinë e vendit tonë për të bashkë kryesuar këtë takim të ardhshëm ministror. Faleminderit. Good afternoon and welcome to the Corridor 8. Having followed the statements of the heads of delegations, we shall continue with the Q&A session. And in order for us to keep to the timing, we will have one question per head of Daniela Maloku nga Report TV. Zonja Ministre, kam një